Në Tetov, procesi i emërimit dhe riemërimit të rrugëve, urave dhe objekteve të tjera ngeli pezull shkaku i zgjedhjeve lokale. Komisioni komunal në atë kohë përfundoi procesin e debateve publike dhe këshilltarët propozuan mbi 500 emra rrugësh dhe objekteve të tjera, por nga komuna e Tetovës thonë se procesi do të fillojë aty ku ka ngelur para zgjedhjeve. Procesi i emërtimit të rrugëve të qytetit të Tetovës mbeti pezull shkak i zgjedhjeve lokale veprojmë sipas ligjit, po tash pas zgjedhjeve lokale natyrisht do të formohet komisioni i ri në Këshillin Komunal të Tetovës dhe ky proces do të vazhdojë aty ku ka ngelur. Tetova do të ketë emra të ri të rrugëve, do të ketë numra për çdo banesë, për çdo shtëpi, për çdo lagje dhe për çdo fshat të komunës së Tetovës. Këshilltarët e AKI-s thonë se do të përkrahin procesin që qytetarët të mos ngelin pa emra të rrugëve, por pyesin nëse Kasami do të ketë fuqi politike të ndryshojë emrat e rrugëve të ish sistemit komunist. Shpresojmë se kryetari i komunës Bilal Kasami do të ketë edhe fuqi apo takat politik për ndryshimin e emrave të rrugës. Jo vetëm për emrat e rrugës që janë pa emër dhe me numër, por duhet që të ndryshoj edhe emrat e rrugëve që janë nga e kaluara jugoslave. Këshilltarët e AKI-s do të përkrajnë ndryshimin dhe emërimin e rrugëve në Tetov, për arsye të vetme që qytetarët të kesin adresën e tyre. Sipas informacioneve që i kemi, shumë procese gjyqësore janë humbur për arsye të vetme të mungesës së emrit të rrugës. VMRO DPMN thotë se ato kanë një marrëveshje dhe presin që ajo marrëveshje të implementohet duke mos prekur emrat të rrugëve ekzistuese. Përbërja e re e këshilltarëve komunal të VMRO DPMN-s nuk ka mbajtur ende mbledhje në këtë temë, por qëndrimi i VMRO-s është i qartë dhe i pandryshueshëm. Nuk do të pranojmë ndërim të emrave ekzistues të rrugëve, ndërsa nga LSDM janë kategorikisht kundër ndryshimit të emrave të rrugëve. Sa i përket kësaj nisme, ne si LSDM jemi të vendosur se nuk do të përkrahim ndërim të asnjë nisme në drejtim të ndryshimit të emrave të rrugëve në qytetin e Tetovës. Qëndrimi i Bilal Kasamit është se në Tetov edhe emrat e rrugëve duhet të tregojnë realitetin etnik, duke thënë se shumë rrugë në Tetov kanë emra të sistemit komunist, si Lenin, Kaukazi dhe Heronj Jugoslav, që asnjë komunitet nuk i njeh, ndërsa në bazë të regjistrimit të fundit në Tetov nuk nevojitet badenter në Këshillin Komunal.